Vizita e parë shtetërore e kryeministrit britanik Keir Starmer në Tiranë u paraqit si një shfaqje elegante protokolli, por në fund u kthye në një val zhurme në mediat britanike. Edi Rama refuzon të ndërtojë qendër refugjatësh për Mbretërinë e Bashkuar. Burime diplomatike konfirmojnë për pamfletin se asnjë marrëveshje konkrete për ngritjen e një qendre refugjatësh nuk ka qenë ndonjëherë në tryez, nuk ka patur draft teknik, nuk ka pasur grup pune të përbashkët, nuk ka pasur negociat të paraprgatitur. Thjesht një skenar i mirë menduar për të shfaqur publikisht një refuzim që në të vërtetë mund të jetë vetëm një ndalesë taktike ose më saktë, një rritje pazari, sepse është absurde që një lider si Starmer që përfaqëson një fuqi globale të marrë një jo nga një vend i vogël si Shqipëria dhe të largohet me buzëqeshje. Diplomati që foli për pamfletin e përkufizoi si një refuzim sportiv, i cili ka diçka që nuk shkon në skenarin e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe kjo ka të bëjë më shumë me fazën e dytë të këtij raporti, që është personale dhe politike. Në sfond, po qarkullon me intensitet një tezë e hershme: Edi Rama nuk do ta çojë deri në fund mandatin e katërt, dhe për herë të parë, këtë nuk e thon vetëm oponentët e tij, por vetë ai e ka nënkuptuar kur në ditën e parë të fushatës së 11 majit tha se pasardhësi i tij do të jetë një grua, dhe nuk është as pak rastësi që në të njëjtën kohë Lea Ypi, emri që përmendet gjithnjë më shumë si një trashëgimtare politike e Ramës, ka bërë daljen e saj të parë të qartë publike, jo si akademike, por si figurë me narrativ politike dhe europiane. Në një postim emocional, Ypi flet për të ndjerit si në shtëpi, në një fjalim mbi migracionin dhe kufit, duke theksuar se pas muajsh të tërë pas tre politike, ajo ndjeu solidaritet dhe mirëkuptim, fjalë të zgjedhura me kujdes, por që në thelb shënjojnë fillimin e një pozicionimi politik në një terren që është gjithashtu temë debatit midis Britanisë dhe BE-s, ndërkohë që ajo do të flasë edhe në sallonin e librit të Torinos, në një nga eventet më të mëdha europiane, ku sërish fokusi do të jetë mbi migracionin, kufit dhe identitetin. Pra pikërisht ato çështje ku sot është përfshirë Shqipëria si shtet pritës, dhe ku Rama po duket gjithnjë më shumë si një ndërmjetës i një plani më të madh ndërkombëtar. Dhe nëse kjo grua, që mban pasaport britanike dhe është e lidhur ngushtë me strukturat akademike dhe ideologjike të laboristëve të Keir Starmer, është vërtet ajo që mendohet, atëherë refuzimi i Ramës për qendrën e refugjatëve është thjesht një devijim i përkohshëm për të kaluar tek pjesa e dytë e planit. Pra Shqipëria nuk i thot jo refugjatëve, i thot po me një fytyrë të re, dhe kjo fytyrë mund të quhet Lea Ypi, një figurë që nuk i përket as PS-s, as rilindjes, por që vjen me firmën e laboratorëve politik të majtë në Londër, të njëjtët që kanë projektuar lider për vende si Maqedonia e Veriut apo Mali i Zi, një figurë që është e patrazuar nga korrupsioni lokal, por i mbështetur nga vizionin ndërkombëtar i një Shqipërie të administrueshme, të heshtur dhe në funksion të projekteve rajonale europiane për migracionin, sigurinë dhe kontrollin e kufive. Në këtë kontekst, Rama nuk refuzoi asgjë, ai la një shteg të hapur, dhe për ta kaluar atë shteg, ndoshta nuk do të jetë ai, por dikush tjetër që nuk e mban më damkën e Sorosit, marrëveshjes me Melonin apo patronazhit të Tiranës zyrtare.